Selam aleikum, ju përshëndesim dhe kam një pyetje. Dikush thot edhe pse s'falem e kam zemrën e mirë. Çfarë halli është me to, ju lutem një sërim? Ne i thojmë atij se zemra është e mshef, nuk e shoh me zemrën tonë. Dëshmoje ti se është e mirë, mu paskon e mirë, Allahu të këtë ibadet ja këshekri. Parathije se Allahu të ka begatu me shumë begati, Allahu t'i ka dhënë shumë të mira, e ti Allahu të thejsh dhe si banë e pastaj i thua se jam i mirë. Që ta mërmenja ti, tashën e për ta parashtoj pyetjen ty, ai që do më thonë e kam për qëllim ata të cilët thotë e kam zemrën e mirë, nëse njëri vend ta trokit derën dhe për çdo ditë mëngjes t'i lën ka 100 euro, edhe ti ja përplas derën e mshela dhe ja kthen shpinën për çdo ditë, a është ai njeri i mirë? Apo a jeti i mirë që ja përplas derën dhe nuk i thot faleminderit? A mund të jetë i mirë një njeri i cili natën dhe ditën një shoku i tij i bën të mira e kia kthen me keq? A ka mundësi me keni mirë? As e ti. Për ata një poet arab thot, ti deklarohesh se e dën Allahun dhe e dën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ama punë si ke as si të Allahut, as si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të punë vepra si ke që të ka urnu Allahu, as që të ka urnu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këta thot në analogji nuk i kemi has, nuk i kemi gjetë. Thot lau kunte sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jo, ti me pas qenë besnik e kishe respektu Allahun dhe kishe respektu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me pas qenë besnik që e don Allahun dhe pejgamberin, ti kishe respektu, parasije se i dashmi të dashurin e respekton. Njoni prej vëllezërve tu të thërret për çdo ditë në konak dhe thot, eja sot se kam një misafir, nuk i shkon. Nesër prap të fton, e marton gjalin, të fton, nuk i shkon. Pas nesër e ka një davet, të fton, nuk i shkon. Edhe mas tjetri dhe mas tjetri dhe mas tjetri. A ke mundësi pastaj ti mi thonë se valla du shumë, ose ke arsye ite, arsye to është ti para ti mi thonë se du shumë, amo asë njerë si kam shku. Për këtë arsye si ke mundësi ti me arsjetu Allahu dhe mi thonë se unë e kam zemrën e mirë, a ku se Allahu tesh dhe nuk i ban. Edhe ti thua se zemrën e mirë e ka, a i cili natën dhe ditën të begaton, pa ata që s'mundesh ti me jetu, çdo të mira Allahu që ti qon, Allahu me të ndalë frimonin, që kishe bo? Allahu s'për në ta urinën, me ta pas ndalën që mos me mujt ti me der, ujin me nxjerrja, që kishe bo? Allahu mos me ta pas mundësu, që lukëthi mi tretën këto ushtime që ingran, që kishe bo? Këtë kjo në të mirat Allahu tanë. Allahu me të ndalë sinin ti me shekju, si kishe jetu? Allahu me të ndalë veshin mos me punu, që kishe bo? Allahu së përnatara shumë të mira që ka dhone, pas taj ti, Allahut nuk pranon sesh dhe mira, e thu e ki e zemrën e mirë. Wallahi, mos me pas zemrën e drishk, Allahu sesh dhe i këshera. Po kjo dëshmon se ti e ke zemrën e drishk që nevojitet për pafrim. A i cili Allahut nuk i ben sesh dhe, le ta din se zemrën e ka 4 rënd të zezë. Parasijes, këtë mirët Allahu ja jep, aj Allahut nuk pranon sesh dhe mira? Qfar mendje madhësie më të madhe has të ki njeri? A ka mundësi dikush me i bon mirë këti ma shumë se Allah? E kja është ai cili të mirët e Allahut i shijon, me të mirët e Allahut jeton, pa ta s'ka mundësi faktikisht me jetu, dhe me gjitha ta Allahu subhanahu wa taala ja kthen shpinën dhe ata nuk e adhuron. Këto janë vetëm fjalë të cilët njerëzit i përdorin, a realiteti është këtë ndryshe parasise, kemi fjalë shumë për ta me ja thonë, që dëshmojnë se a i zemrën nuk e ka të pastër, dhe ka thonë Hasan Basriu, lejse l'imanu bitemenni wala të halli, innama l'imanu ma waqara fi qalb, o sadaqatu wal amal, imani, besimi nuk kanë vetëm në zemër ajo që të prek, po iman e besimi thot ajo që beson me zemër dhe vepron me vepër. Dëshmon ti se ti takon këti dini. Me ndalë tash njoni në rrugë dhe me thonë, a jeti filoni? Thot po unë jam. Qka të thot? Nxerre letër njoftimin të shof. Dëshmo me dishka. Dëshmo se i e filoni, i biri filonit. Për këtë arsye qish ke mund ti para Allahut se je musliman, kurse ti namaz nuk bën. Allahu subhanahu wa taala na ruaj, për ata lusme Allahu subhanahu wa taala gjithë ata të cilët nuk e falin namazin, Allahu t'i kthen namaz dhe le të kenë kujdes se vështirë kanë për të shpëtuar ata që Allahu namaz